Itikafi, qëndrimi në xhami, a duhet me kanë 10 ditë plota, për shembull 10 ditë e fundit të Ramadan, komplet 10 ditë, apo ban me kanë edhe më pak? E ki pushim në fund javë, edhe don me qëndru xhami, a ban kjo? Një natë e ki pushim, e ki të mundshme një natë, a ban kjo? Ban. A ban më pak se një natë? Ban. Argument për këta, Omeri radiallahu anhu e ka vetë Muhammedin alayhi salam i ka thonë, ja Rasulullah, kur më kanë i paditur para kohës islamit, kur se kom njoft islamin, nuk kom pas dije për islamin, ju mbetu që në qofë se me hep Allah këtë mirë, ose me largon këtë keqe, ku me najt një natë në Mesjidul Haram, në xhami, në Qabe. Tash, çka me boja Rasulullah, tash që mba musliman, e një adinin tanë, e di që kështu nuk ban me vepru me thonë Allah, në qofë se me hep këto, në kësi, nuk ban kështu me Allah azza wa jall. Po e kom ba, çka me ba tash? A me qëndru një natë në xhami, qysh kom premtu atëre? I ka thonë Muhammed alayhis salam, po. Qëndra një natë në xhami, kryje premtimin tanë qysh e ke ba. Ke premtu kryje premtimin, dhe më thonë, rrevesh një natë në xhami. Kjo është argument që një natë me nejt në xhami lejohet. Vetëm kujdes, në qofë se jetu nejt prej vullnetit tanë, e ke ba njetë për shembull me nejt një natë. Një natë në islam do me thonë zen prarimi diellit deri në sabah. Kjo është një natë. Nëse thu komplet një ditë, atëre ditën e natën prej prarimit diellit, si të prarë diellit do të me ka në xhami, kur të prarë diellit, deri nesit kur të prarë diellit. Po në fal akshamin edhe del për xhamis. Kjo është në qofë se të me nejt ditën e natën. Po në qofë se të me nejt veç natën, atëre prej prarimit diellit deri te lindja e diellit. A ban me nejt veç ditën? Ban me nejt veç ditën. Prej sa dalë ti, mirë po në qofë se dalë komplet ditën atëre, prej para lindjes diellit deri mas lindjes diellit. E qartë, mirë po të është dikush thotë, jo në kështu s'moj, se nuk i kam të mundësi, thjesht, ose edhe nuk du. Mirë po, mas taravive kisha nejt deri ka 1-2 në xhami, isha falë, kisha nejt në xhami, kisha lexu Kur'an. A lejohet kjo, a është kjo në lloj itikafi? Po musliman. Me lejen Allahut azza wa jall, çdo minutë që ti rën në xhami, për hir të Allahut azza wa jall, shkruhet te Allahu subhanahu wa taala. Kështu që rën në xhami sa ki mundësi. Edhe banë njetë që po rrin në xhami për hir të Allahut azza wa jall. Pa thonë me gojë. Njëtë është të zemra gjithmonë. Rën në xhami për hir të Allahut azza wa jall. Kjo e bjen që jo me zonë ty njëtë e pota me shku, po ty be meta të bollav me njanën, përdin, atëre mos prish problem. S'pas na po mati, metëm të bollav, që u bo 2 sahati, subhanallah, si na po mati na mërzit. Kish problem që ke bisedu me vllahun tanë, e knaq, ama mos prish problem të itikafit, qëndrimin. Ama në qofë se tu, po sa do përshkoj për falit të ravit, edhe porri, deri bohen desa të lodhna, porri në xhami me lejen Allahut azza wa jall, nuk përshkoj rrugëve, porri në xhami, Allahu azza wa jall të shpërblen për këtë vepër që e ban. Realisht është vepër shumë e mirë, shumë e madhe. E lutem Allahun azza wa jall me apo për muslimanët mirë, po besoj që ka qartë, po mënona me fol thjesht si të shtëpia për me kanë qartë për musliman.